ndërsa betimi mbi atë që mohon. Andaj vëllezër të dashur, ky hadith është tejet i rëndësishëm në çështjet e gjykimeve. Kur njerëzit kanë mos pajtime mes tyre, qysh thamë pra për çështjet të pasurisë, për çështjet pronësore, për çështjet të dëmtimeve, dëmeve të ndryshme apo gjaçeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vendosur një rregull, që ai rregull edhe sot në për gjykata punohet pra po me këtë rregull. E që për hadithin, nëse e kuptuat, ka të bëj me pretendimet e njerëzve. Dikush pretendon thot, kjo bicikletë që ti je duke e vozitur është e imja. Atëherë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra ky i cili është duke pa ditë tash atë, se kjo bicikletë është e këtij, ky duhet me sjell fakte. Si për shembull fatura, dëshmitë e tjera. Kurse ai i cili nëse ky nuk ka fakte, nuk mundet me sjell. Ai i cili mohon thotë jo e imja është kjo, nuk është e jotja. Ai kërkohet që të betohet. Thotë vallahi është e imja. Kështu që këto rregulla vëllezër të dashur, pra që shta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim thotë, po sikur tu jepej e drejta pretenduesve, atëherë njerëzit do të pretendonin pasurinë tek njerëzit tjerë, pasurinë dhe gjakun, ky më ka gjak, një gjak borxh. Apo ky më ka mua pasurinë, ma ka marrë pasurinë, me pa të drejtë. Andaj që çka po çdo kush të jepej drejta pa argumente, pa dëshmi, pa fakte të pretendoj mbi pasurinë e dikujt tjetër, që ndodh për çame të mëdha, vrasje të mëdha, dhe probleme të mëdha. Andaj ka vendosur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një rregull. Dhe thuhet në një hadith tjetër që dy persona kanë ardhur nga Jemeni te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe njëri ka thënë, oj dërguar Allahut, ky thot ma ka zaptu tokën e babës tim. Këtë e tokë thot ka qenë e babës tim, është e imja. Dhe pejgamberi sa mi ka thënë, para të dyve, ka thënë, a ki fakte? Ka thënë, jo fakte s'kam. Por ti, që je në atë tokë tash, përbetohu që toka është e jote, dhe është përbetuar që toka është e imja dhe nuk është e këtij. Dhe ka shkuar njëri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pra, nëse ky njeri është përbetuar rrejshëm, pra ky njeri do të jetë në zjarr të xhehenemit. Ky meriton dënimin e Allahut subhanahu wa taala në ahiret. Andaj ka mundësi që toka me të vërtetë është i këtij, që është duke pretenduar. Toka është ndoshta e këtij, paditësit me të vërtetë është ashtu qysh, por gjykatësit i nevojën fakte, nuk mundet gjykatësi mi nda tokën mi dhënë dikujt tjetër, vetëm se kjo është duke e paditë. Pa fakte, të ndoshta me të vërtetë është ashtu. Toka e babës tonë, ti ke trashëguar për babës. Ku i ke letrat, dokumentet, tapit? Ku i ke marrëveshjen e vlerjes apo diçka tjetër? Ku i ke dëshmitarët që dëshmojnë që toka është e jote? Nëse nuk ka dëshmitar, nuk ka dëshmi, nuk ka fakte, nuk ka argumente, nuk ka dokumente, është pra i barabartë këtë rast me tjetrin. Andaj, nëse dikush pretendon diçka, duhet me sjell argumente, fakte. Nëse ky paditësi nuk posedon fakte dhe ai tjetri përbetohet që toka është e imja, jepet atij tjetrit. Edhe nëse ai ka gënjur, sepse gjykatësi nuk ka mundësi me ditë apo gënjen apo jo.
Por ai nëse gënjen, atëherë pra ai meriton dhe ka fitu hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala dhe vendi i tij do të jetë në zjarr të xhehenemit. Në hadith, nëse e keni vrejt, së pare përmendet pasuria, pastaj gjaku. A është pasuria më e vlefshme apo gjaku? Padyshim që gjaku është më i vlefshëm, është i shejt, gjaku i muslimanit. Por pse në hadith ka ardhur së pari, më thë pretendime që dikush mund të pretendojnë mbi pasurinë e dikujt, e pastaj është përmendur gjaku. Shkaku kanë thënë dietar që zakonisht njerëzit problemet i kanë për pasuri. Shumicën e rasteve mosmarrveshjet janë për pasuri. Ma kanë marrë, i kanë dhënë, s'mi ka kthy, është domethënë çështje e pasurisë, çështje e tokës, çështje e bizneseve kështu me radhë. E më radhë janë çështjet e gjakçeve. Dhe se më lehtë është të përfitohet pasuria se sa të përfitohet diçka nga gjaku i dikujt. Andaj dhe njerëzit pra lakmojnë më shumë në pasuri, sepse është më lehtë të miret pasuria e dikujt, në pa të drejtë. Këtu vëllezër të dashur, pra e shohim që të paditësi, s'ka thënë pejgamberi sa duhet me që të përbetohet. Por ka thënë paditësi duhet të sjell fakte. Sepse paditësi, ai cili pretendon diçka, paditësi është i dobët në këtë rast. Andaj kërkohet një dëshmi e fortë. Kurse ai mohuesi i cili mohon, ai është i fortë. Andaj kërkohet një dëshmi më e lehtë, është pra përbetimi. Nëse dikush pretendon diçka se është e imja, ky pretendim zakonisht është i, domethënë zakonisht jepi njeriut që është duke kërkuar diçka që nuk është e tij. Andaj kërkohet pra një dëshmi e fortë, kërkohen pra fakte. Ai i cili është duke mbrojt mallin e tij, ai është i fortë. S'po themi i fortë, i fuqishëm kështu domethënë me ndikim. Por ai ka një bazament të sigurt, të fortë se toka është e tij. Ai është duke punuar sa vite, apo është duke jetuar në atë shtëpi me dekada ndoshta. Edhe ati mjafton vetëm se në mungesë të fakteve të këtij paditësit, ati i jetë vetëm se përbetimi, që të përbetohet në emër të Allahut Azza wa Jalla. Po nëse paditësi sjell fakte, atëherë ky nuk ka nevojë mu përbetu, sepse ai ka sjell fakte, fakti është më i fortë se sa përbetimi. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka parazu këtë gjëra. Shikoni ursinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Paditësi i dobët duhet pra të ketë argumente të forta. Këndej, mohuesi është i fortë sepse ka një bazament të sigurt, atëherë ai do të sjell vetëm se diçka më të lehtë, është përbetimi. Dhe kështu që parazohen. Personi i fortë me dëshmime të dobët. Në atë rast tjetër e kemi paditësin që është i dobët, por me dëshmi të fortë. Edhe kështu që barazohen. Urësia dhe drejtësia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në gjykime. Nëse nderuam, në këtë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka përjashtime. Pra nuk është ky hadith në çdo rast. Kjo ishte vetëm se në pretendimet e pasurisë. Kemi raste ku për shembull pranohet
nga pretenduesi pranohet edhe jo dëshmia me fakte, por pranohet edhe vetëm se përbetimi. Si për shembull, nëse vinë disa njerëz dhe thonë që filani na i ka mbyt shokun ton, apo familjarin ton. Edhe në këtë rast, nuk duhen ata patjetër me sjell dëshmi, fakte, se ndoshta mungojnë faktet. Por ata e dinë që nuk ka pas tjetër vetëm se filani, edhe në këtë rast pranohet pra përbetimi i tyre. Janë disa njerëz që përbetojnë se vallahi filani e ka vrarë. Sepse e kanë parë ta zonë, nga ajo dhomë nuk ka dalë dikush tjetër pas filanit, atë. Ndoshta nuk i kanë pa ata, dëshmitar nuk kanë qenë drejt për drejt me pa me sy. Rastin, se si i kanë nxjerrë ta zonë thikën, apo armën e zjarrit dhe ka gjuajt mbi te, por këta nuk i kanë pa, por kanë dëgju nga jashtë. Apo nga ajo dhomë nuk ka dalë dikush tjetër me thikë, apo me armë përpose këtij personi, edhe dëshmojnë që vallahi veç ky e ka vrasë, s'ka pas dikush tjetër kush me hyj aty apo me dalë, edhe përbetimi këtyre personave pranohet si dëshmi, sikurse fakt i gjallë, sikurse me pas pa ata vetë. Apo kemi raste tjera ku pranohet përbetimi edhe dëshmitari. Dikush ka qenë dëshmitar, edhe dikush tjetër përbetohet. Po thot, ashtu është sikur se ky, adin se dhe unë kam, disa sheja, që as kush tjetër pos këti nuk ka qenë adin aty, edhe në këtë rast pranohet edhe pra përbetimi i paditësit. Sepse ka ndodhur një rast, edhe nuk ka mundësi argumente tjera mundësia, përpose, ajo çka përbetohet të ky paditës. Pra këtu nuk ka të bëjë diçka, sepse njeri ka vdekur. Nuk mund të me si ata është ashtu, apo nuk është e kështu. Edhe rasti ka ndodhur, edhe i akuzuari, pra është një person që nuk ka mundësi të jetë dikush tjetër edhe aty. Pra nuk ka dyshime tjera, vetëm se filani, andaj pranohet në këtë rast edhe, jo faktet e paditësit, por pranohet pra përbetimi i paditësit. Edhe eventualisht i bashkangjitet edhe ndonjë dëshmitar okular i cili ka qenë aty prezent në ngjarje. Po ashtu, nëse dikush e ka pas një emanet në dorën e tij, edhe është prish ajo që e ka pas në dorën e tij. Shembull, ka ke dhënë dikujt makinën, edhe ajo makinë është prish në dorën e atij personit. Ai ka pas emanet. Edhe në këtë rast pranohet dëshmia pra gojore e përbetimit. Pra përbetimi mirë si dëshmi në këtë rast, që ai pretendon, ky person që vallahi kështu prish makina. Nuk e themi jo, po dikush tjetër ndoshta jo, kjo edhe po diçka tjetër ndoshta i ke dhënë shumë asi, jo ti e ke dëmtu sepse i ke dhënë domethënë me shpejtësi të, jo nuk mirët ato gjona, ato janë akuza, por mirët në këtë rast përbetimi atij personit që na tregon për emanetin që është prish në dorën e tij, edhe ajo është pra mirët si fakt edhe si argument. Pra nuk kërkojmë këtu dëshmi tjera, bjerë fakte. Po me sjell të dokumente, se s'ka të bëj këtu me ndonjë pasuri që po pretendon aty më marr. Por është duke pretendu për një prishje që ka ndodhur në dorën e tij, edhe këtu mjafton se vetëm ai person mu përvetu.
A jemi qartë deri këtu. Kanë folë dietarët edhe, por nëse është çështja e një mohuesit i cili nuk është musliman, si ta bëjnë? A pranohet përbetimi atij personi i cili nuk është musliman? Sipas shumicës dietarëve, pranohet edhe përbetimi atij i cili nuk është musliman. Ka thënë dhe forma e përbetimit, ku ai do të betohet, do të thotë pra, thotë pasha Allahun, që pa pasha Zotin, i cili e ka zbritur për qiputet, thotë, pasha Zotin i cili e ka zbrit Tevratin tek Musa a.s. Pra në librin betohet tek Allahu i cili e ka zbritur librin Tevratin e shejt që e kanë, në tek Musa a.s. Krishteri përbetohet pra pasha Zotin i cili e ka zbritur Ungjillin tek Isai a.s. Edhe kështu pra din ai zjarr potisti, thot pasha Zotin i cili ka krijuar zjarrin që ata adhurojnë edhe atë. Domethënë mirët çështja që ka të bëjë pra me shejtërinë e tyre ata që e besojnë. Pra po ashtu nuk gjykatësi në këtë rast i cili gjykon nuk e fut atë me bëj shirk Allahut me u përmetu në kryq. Që i bie domethënë me bëj shirk. Por përbetohen në Zotin që dhe ata i besojnë Zotit, i cili ka zbritur i Ungjillin tek Jezu Krishti, që dhe ata. Domethënë ata këtë procedurë besojnë edhe ata. Pra në këtë rast nuk e shtin gjykatësi me bëj shirk atë gojor që është tek ata nuk konsiderohet shirk. Por jo përderisa tek ne konsiderohet shirk, atëra domethënë pajtohen në ato terme që nuk e kundërshtojnë besimin islam, edhe që ata janë të pajtimit po ashtu dhe besojnë edhe ata në fenë e tyre. Kemi dhe raste vëllezër të dashur, ku për shembull nuk kemi të bëjmë atin këtu me përbetime. Nëse dikush pretendon që ju është bërë ndonjë shkelje, ju është vjedhur diçka, ju është dëmtuar diçka, edhe ai tashti pretendon se veç filani më ka dëmtuar, se filani më ka vjedhur, ose filani adin. Atëra mirën parasysh në këtë rast nuk i simi, edhe këtu nuk i themi atina sjell fakte të ashtit tjera, adin. Ndoshta nuk ka dim fakte. Atëra gjykatësi po thot fakte se filani për shembull livadhin i ka shti delet atin livadhin tem, apo lopët e ati i kanë hangër livadhin tem. Atëra shikohet domethënë që a janë fut me të vërtet lopët atin në livadhin e filan që kanë dëmtu, apo oborin, apo diçka tjetër, apo një makinë e tij. Atëra vjen ekspertiza që vërtetojnë që po kamioni këtij është futur në oborin e atij personit, që është duke pretenduar që është ju kanë dëmtu, edhe ekspertiza pra vendos që në këtë rast mirët parasysh ekspertiza. Sipas që vlerësojnë sipas shejave që kanë ndodhur, sipas atyre hulumtimeve dhe studimeve dhe tazon rastet e vjedhjes forenzika, mirët parasysh domethënë të faktet e forenzikës, e ekspertizës. Mirën domethënë këto parasysh, qofshin ato domethënë gishtrit apo diçka tjetër, edhe nëse personi në këtë rast thotë, jo vallahu unë s'kam vjedhur. Nuk mirët të parasysh. Mirën parasysh pra argumentet, faktet tjera. Edhe nëse ai paditësi nuk i posedon ato. Por ai ka disa dyshime. Andaj ekspertiza është që vendos pastaj se kush e ka dëmtuar. Tazo, një shembull atin konkret, dikush e ka shtru oborin me kubza të reja kvalitet. Edhe dikush që kanë punu atin aty,
janë fut mrena, ata punëtor, me makineri, edhe ku kanë sjell kjerën mrena, kanë bo ketë me shenjë ata shte oborin. Që kanë vetë oborin, do më thënë, do shta nuk janë dëmtu kubzat, nuk kanë sharu, por janë bo me shenjë, janë përly. A i ka pagu këtë shtrejt. Edhe ta shti, në këtë rast, ata po mohojnë, punëtorët po mohojnë. Pe gjujnë fajin tek, jo aj me kamion që ka pru zallin, aj ka sjell të kamionin. Në fakt, të më thënë, këta i kanë futat në kerët. E ta shti, në këtë rast, lejot mu sjell ekspertiza. Ekspertiza nuk duhet, pa tjetër me qenë, do më thënë, edhe shtetërore diçka, por mjafton që edhe njerëzit cilët kanë përvojë. Mi shiku, këto rrota nuk janë rrota, do më thënë, të makinës të vogël, po këto janë të kamionit, ose kundërta. Këto janë rrotat e shenjat e rrotës së vogël. Apo jetë për shembull aty lloçi që tregon se e tregon llojin e gomës, se goma e çfarë makine ka qenë. Edhe pranohet pra dëshmia këtyre njerëzve të cilët kanë përvojë në këtë rast. Edhe normal që duhet pastaj meja kompenzu damin e atij personi, e atij paditësi. Vetëm nderuam, ndonjëherë argumenti i paditësit mund të jetë një dëshmitar. Paditësi e sjell një dëshmitar, i cili dëshmon. Ndonjëherë duhet 2 dëshmitar me qenë. Ndonjëherë duhet 4 dëshmitar, sikurse te zinaja, janë caktuar për shembull 4 dëshmitar. Ndonjëherë mjafton vetëm dëshmia e njërit për me gjyku se ai ka pa hanën apo jo. Nuk e themi bjerë dhe fakte tjera, por thotë kam pa hanën unë me sy dhe ka fillu pra muaji i Ramazanit. Kemi raste ku pranohet, zakonisht duhet dy femra me qenë kur dëshmojnë, por ka raste kur mjafton vetëm një femër me dëshmu. Për shembull, nëse një grua i ka dhënë gji një fëmiu, edhe mjafton dëshmia vetëm asaj grua që thotë atë unë 5 herë i kam dhënë gji këtij fëmiu. Edhe pra nëse një grua gjithdhënëse i ka dhënë gji një fëmiu 5 herë, atëherë ai fëmijë konsiderohet fëmijë djalë i gjirit. Dhe atë grua pa e ka nën nga gjiri ai fëmijë. Dhe fëmijët e asaj gruas i ka vëllezër prej gjirit. Dhe burrin e asaj gruas e ka vëlla, e ka bab prej gjirit e kështu me radhë. Andaj në këtë rast nuk duhet të jenë 2 gra për me dëshmu, mjafton vetëm sa ajo grua e cila i ka dhënë gji, mjafton vetëm dëshmia e saj të pranohet, edhe kjo vlen domethënë për të ardhmen se vajzat e asaj gruaje janë motra të këtij personi dhe nuk lejohet të martohet ai djalë me ndonjëra prej vajzave të asaj grua sepse i ka motra në gji. Ndonjëherë vëllezër dashur, kemi raste ku njeriu dëshmon në rrejshëm, pretendon diçka rrejshëm, ose mohon diçka rrejshëm. Që shta në fillim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith, ai i cili e merr pasurinë e dikujt me përbetim, është përbetu, edhe merr pasurinë e dikujt, Allahu Azza wa Jall ja ka obliguar të njeriu zjarrin e xhehenemit dhe ka të ndaluar xhennetin. Një person i ka thonë, o i dërguar Allahut, po edhe nëse është çështja me një shkop të miswakut, ka thonë edhe sa shkopi i miswakut
se nuk ka të bëj këtu vetëm me vlerën e asaj gjëje. Ka të bëj këtu me përbetimin, me emrin e Allahut subhanahu wa taala, sepse është përbetuar në emrin e Allahut i cili është krijuesi dhe fuqiploti dhe hakmarrësi. Pra ka shti Allahun azza wa jall në midis. Qoftë për një gjë të vogël. Po emri me të cilin ti e përbetuar është emri i krijuesit, emri i Allahut azza wa jall. Andaj edhe meriton këtë dënim me zjarr të xhenemit, nëse e ka marrë edhe një miswak me pa të drejtë. Kështu që nëse dikush mohon diçka dhe përbetohet, atëre gjykatësi, më thënë, ja jep hakun atij i cili është përbetuar në mungesë të fakteve. Por nëse vendat kjo gjykatë, është përfundon gjykimi. Por nëse pas një kohe ky paditësi sjell fakte, i ka gjetur dokumentet, ka gjetur dëshmi, atëra i mirën parasysh edhe nëse është kry dhe ka përfundu gjykimi, i mirën për sëri domethënë edhe rifillon gjykimi nga fillimi. Ajo që ka vlezër të dashur, që nuk mirët parasysh pretendimi i dikujt për ndonjë as që mirët parasysh, si për shembull dikush pretendon diçka fillimisht, por nuk ka askur far baza, askur far argumenti që ka flet për atë punë, më të radhin, askur far dokumenti, dhe kjo normal që nuk mirët dhe në parasysh. Ose për shembull nuk mirët parasysh nëse dikush për një njeri të mirë pretendon se filani më ka marrë mua pasurinë, ose filani ka vjedhë diçka. Kur ne e dim që ky filani nuk vjedhë dhe është njeri i mirë. Ose filani vjen ndonjë grua thotë filani ka bërë zina me mua. Se shpif. Edhe në këtë rast domethënë nuk mirët parasysh pra pretendimi i asaj gruaje kundër ndonjë njeri që njihet pra njeri se është njeri i mirë. Këtu vëllezër të dashur, pra në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve që mos të flasim dhe mos të pretendojmë diçka ndaj dikujt pa fakte dhe pa argumente. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson rregullat se nëse dikujt ju është marrë ndonjë hak ndonjë pa të drejtë dhe ai posedon fakte, atëre i sjell faktet. Tjetra, nëse personi i cili nuk, pra ai që po pretendohet prej atij të mirë ndonjë pasuri, pra prej këtij personi i cili mohon, ky mjafton vetëm se mu përbetu që kjo bicikletë që ai po pretendon se është e tij, apo ky trotinet, apo ky motor, apo kjo makina është e imja, edhe nëse nuk posedon dokumente për një çështje. Ta thonë për trotinet, për bicikletë nuk posedon dokumente. Por mjafton vetëm se përbetimi që ky çka po pretendon se është e tij, vallahi nuk është e tij. Ne betojmë në emër të Allahut që nuk është e tij. Të njëherë ka nevojë edhe 3 herë më përbetu, më varet domethënë që kërkohet atë prej rastit dhe që kërkon atë domethënë gjykatësin këtë rast. Edhe mjaftohet dhe me kaq, edhe ai vazhdon rrugën edhe ky domethënë ndahet edhe në kjo çështje. Se ka mundësi pretenduesi me qenë një bicikletë apo një trotinetë një sikur sa ai çka ka pas. Edhe atina ju ka dukat ashtu. Po e themi sjell fakte, nuk ka as dokumente, nuk ka as numër serik, nuk e dim se sa është numri serik asaj bicikletës, atë tash nuk mundemi se ka shumë bicikleta të tilla. Nuk mundemi thënë, po përderisa ti po pretendon, merr pa bicikletën është e jotja.
Por themi i këtij i cili është duke ngrarë asaj bicikletës dhe është duke shfrytzuar apo atë trotinetin, themi a përbetohet se është e jotja? Po thotë përbetohem lirisht. Se unë thotë kam blen filan dyqan apo se dhe përbetohet. Se është e imja. Ose ma ka falë filani aty. Është e imja, edhe okej, jemi në rregull, çdo kush vazhdon rrugën e vet edhe malli i tij. Nëse ai ka është përbetuar rrejshëm, atëherë ai merr mëkatin tek Allahu subhanahu wa taala dhe ndohet me kaq. Çështja ndohet, nuk jetë çështja e varur. Dashni me vazhdu gjykimin me vite, sëne, diçka, mu zhagu kjo çështje, sa raj do më thënë ngrit pa di, pa argumente, nuk e merr, atë nuk e fiton. Edhe nëse është e tij. Përderisa s'ka fakte, nuk i jipet atij personi. Nëse sjell fakte, qoftë edhe mbas disa viteve, sjell fakte dhe vërtetohet, atëherë i kthehet domosdoshmë pasuri atij të parit. Përndryshe, çdo kush e vazhdon rrugën e tij. Lutim Allahun azza wa jall të na udhëzon në rrugën e drejtë dhe falë mëkatet e kullu qali hadha wa sallallahu alaihi wa sallam.